Dyshohet për lidhje romantike. CNN zbulon afërsinë e pazakontë mes Trump dhe Natalie Harp. Natalie Harp, 35 vjeçë, është nga njerëzit më të afërt presidentit amerikan Donald Trump. Asistente speciale dhe ekzekutive e tij, Harp është kthyer në një figurë të rëndësishme brenda rrethit të ngushtë presidentit, duke pasur akses të drejtë për drejtë tek ai dhe duke shoqëruar në udhëtime, takime dhe aktivitete politike. Afërsia e pazakontë mes tyre ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe ka nxitur dhe spekulime për marrëdhënie romantike, megjithatë deri tani nuk ka prova apo konfirmim zyrtar. Persona pranë presidentit e kanë përshkruar marrëdhënien si të ngjashme me atë të një babaje me vajzën, por disa episode të raportuara së fundi nga mediat amerikane kanë bërë të qartë se marrëdhënia e tyre vihet edhe më shumë në qendër të vëmendjes. Në një prej tyre daton në vitin 23, kur stafi Trumpit po përgatitet të shoqëronte atë në një seancë gjyqësore në New York, nuk kishte vend për Harp në ato kolonë. Ajo këmbguli se Trump i kishte kërkuar praninë e saj dhe për të mos mbetur pas u fut në bagazhin e një SUV-je. Ajo bashkua ekipit të Trumpit në vitin 2022, pasi më herët e kishte cilësuar atë si personin që i kishte shpëtuar jetën. Harp ishte e njohur në qaqet konservatore për historisë së saj rreth ligjit Right to Try të miratuar gjatë presidencës së parë të Trumpit për medikamentet për të provuar nëse ato vepronin dhe kishin efektivitet. Ajo njihet edhe për dokumentet që i paraqet prantit të printuar, sa shpesh aleatët e presidentit e kanë quajtur human printer, printerja njerëzore.